E dyti, më shumë se Partia Socialiste në kuptimin siç është njohur në dekada është PR, është partia e Ramës. Në sensin që nëse krahasojmë dy epoka, po e themi epoka e Nanos, ishte një parti krejt tjetër, jo në kuptimin moshor, po ishte një parti në kuptimin e strukturave. Kush ishte në komitet drejtues, dje ishte pesha komitet drejtues, kush ishte në qeveri, dje pesha e qeverisë, kush ishte në grupin parlamentar, pra dje pesha e grupit parlamentar dhe kishte një lloj ndarje pushteti. Dhe kur qeverisë me koalicion, ishte qeverisje reale me koalicion dhe jo. Ndërkohë, çfarë shihni në hierarkinë dhe vizatimin e kësaj që ju e konsideroni PR-ja e sotme? Kjo është parti lideri. Pra është një parti e cila, si thua, lideri është programi, problemi, zgjidhja e sotmja, e ardhmja. Dhe është një parti që është vërtet ka ardhur duke thelluar rezultatin elektoral, nuk po e hyjmë